një nga yjet e serialit të famshëm të mirë njohur Çka ka shtëpia, është Treva Riza, ose si që njohim ndryshe edhe ai fëmiu më interesant ose që krijon situata të ndryshme në kuadrin të këtij seriali, e që quhet Hajrushi. Treva, mirë se vjen në dashur moment. Mirë se gjeta. Tregom si jemi disponim sfari. Shumë mirë. Shumë mirë. Si fillove të hanën? Mirë, pak me lodhi, po mirë. Pse me lodhi? A ishe diku në vikend? Po, kemi qenë vikend edhe pak me fillu të hanën në shkollë edhe pak si më shumë lodhje. Po ke gjithë ditën? Je në kuadër mësimit gjithë ditore, apo ende si ta kanë ati? Jo, halo, si të të nësë. Ende si ta kanë. Mirë, tregom pak më tepër si po ecin mësimet sfari, pastaj të kalojmë edhe tek aktrimi, këta që po e bën me shumë zemër tash e sa vite. Në mësime jam shumë mirë, jam e shkëlqyeshme, edhe me aktrim. Edhe me aktrim. Këtu nuk po mundesh tash me i ndoj një rapi prej tjetës, a? Jo. Po mirë me mësime, po shkon mirë, po shkon gjithçka sipas planit. Sa dhe pak muaj po përfundon mësimi, a? Po. Ka shku gjithçka sipas planit tënd, ashtu siç ke dashur me i marr notat? Po, se gjithë fillu me aktrim. Po, ishe në moshën 2 vjeçare, apo 3 vjeçare? 3 vjeçare kom fillu me këndim, pastaj me 4 vjeçare kom fillu me aktrim. Si mësoj skenaret? Në fillim, mami mi ka mësu, se nuk më ditë me lexu me 4 vjeqe, po tani ndërkohë i mësojsha edhe vetë. Mami ti lexonte skenaret, ti u mundoje ti mësoj ato përmendsh, apo jo? Po. Edhe kishe të vështirë kur nuk din me lexu në atë kohë? Pak se shpejt i mësojsha. A të ndihmon skenaret me fillu me lexu pak më shpejt se sa momenti kur ti vetë se hyn në shkollë dhe fillon të njoftohesh me shkronjat? Po. Po. Ka ndihmu shumë se jam kanë e përgatitur pak a shumë. Ke qenë e përgatitur? Po. Po mirë, kur hyre në klasën e parë, ti flisi rrjedhshëm, lexoje, ishe gatshme me numëru vesa? Apo jo? Po. Sa mirë. Mami ka qenë ajo e para e cila të ka shty drejt aktrimit, drejt muzikës? Mami ka qenë e para, po edhe babi. Edhe babi. Të dytë? Po. Pa i ndo. Po mirë, tash për shembull, pas 7 viteve, po mendon që ke arrit, se tash jem sot edhe me lexu, je në klasën e 6, padyshim, po i ke më lehtë kur i merr skenaret vet, i lexon vet, mundohesh me i memorizu vet? Ka njerë më kujtot ajo pjesa me mami, kërë e bëjsh edhe tham, hajde, maje, ti bëj këtë rolën e bëj temen. Edhe nuk muj me bo vich vet, ka njerë, po mundon edhe vet me bo. Mami, a ka qenë një aktore e mirë kështu, por derisa të tregonte pak a shumë për rolin, apo jo? Po, ka qenë shumë mirë. Po tregom, si u bë që ti tash 7 vite je pjesë e serialit Çka ka shtëpia? Cila është historia e Trevës? Mu ma ka bu ftesën e Serafuna, ku përmes Instagramit ku kum postu si e vogël kum postu video ku u bësha skenaristja, i shkusha skenaret edhe i mbledhësha krejt shtëpis, edhe na ina 3 motra, edhe ja undojsha rolet. E tani delqim edhe mami na zakonisht na inqizojke edhe tani i postojke dhe më kanë po dhe ma ka po ftesën e Serafuna. Në fillim ka qenë si një provë, tani më ka thonë që ti e dura dhe kena vazhdu. Am tregon pak për ato skenaret e tua, s'po kalojmë ende tek Naseri, tek skenaret e ti, po të skenaret e Trevës. Çka shkruaje? Çfarë roli ju e jepje motrave në këtë rast? Kur ishim filmat, lushim ose Bërbardhën, ose se kur vike ka njerë edhe Tezja, edhe ajo i ka 2 fëmijë, lushim me Bërbardhën, Hirushën, ka shumë që kena lujt si filma vizatimor. Ku t'ja jepja ato rolet e ujkut, ato rolet që nuk i doni shumë? Kur nuk më kundërshtojshin, unë e gjithmonë e kom pas rolin kryesor. Ti e ke pas rolin kryesor, se ti ke shkryt skenaret. Po, edhe nëse nuk e kom shkryt skenarin, gjithmonë ma kanë lënë mu, se e kom ditë që jam për këtë profesion. A e kanë ditë edhe ata që ti e për këtë profesion? Po. Edhe kjo është dhe bukura kur ta kanë besu prej fillimit, a? Po. Përveç mamit, kush ta tjetër që ti duhesh me qenë aktore? Babi, motrat, krejt. Krejt më kanë jep kuraja për mu bo për sot çka jam. Am tregon fillimisht si u bë pastaj, jurat në kontakt familjarisht me Serafunin, apo? Po. Edhe pastaj si vazhdoi historia, e bët provën? Po, e bënëm provën, ju pëlqeva, edhe tani kena fillu edhe me do prova tjera, edhe vazhdoj halo bashkëpunimi vazhdan. Mirë, sa është e përafër Treva me rolin e Hajrushit?
Shumë e prapërt. Kur gjë nuk kam ma shumë se në rol ndalloj me këto. Përveç gënjeshtrave pak se du të me gënjy, po s'ko me sen. Ma pak. Si u ndjeve fillimisht me rolin? Të pëlqeu prej fillimit? Hajrushi? Po. Të flajtin zemër ashtu, se ndoshta një aktorës ose një aktorit duhet me i pëlqyer dhe roli që e bën për para se me fillu me projektin? Po, sone, si e vogël i kum shiku gjithmonë që ka shpinë edhe gjithmonë thësha gjithë ndrojsha mu konë fëmija i naserit ose kresës. Gjithmonë të më thonë edhe ku ma kanë bëftesën, jam gëzu shumë. E tani kena vazhdu dhe ndërsa kum pas pak emocione, ama mirë pritja tëmë dhe më kanë bërë që mos me pas emocione heqë. Kurse në shkollë më tregove që tash po të njohin gjithë, apo jo? E po. Apo të rosin shpesh hajrosh? Ka njerë, po ma shumë ata që nuk i kam klasë më thirin hajrosh. Pse? Nuk e din emrin tënd, apo ju pëlqen ashtu sikur personazh? Do edhe din, ama do se din tani e kanë ma letë me më thirë. Po arsimtarët? Cili është raporti tash me ta? Shumë A habitën edhe ata, duke thënë hajrosh, a i ke mësu mësime? Po, ka njera, mo tash t'ja din ju ka mësu edhe tash më thirën Treva. Treva, shumë bukur. Emrin për ndryshe ke shumë bukur. Faleminderit shumë. A na tregon pak do me thonjen edhe kush ta ka vendosur emrin? Emrin ma ka vendosur mami. Do me thonja është Trevat shqiptare, tokat shqiptare Treva, ku më ka pëlqyer dhe mu shumë si emër. Edhe e falenderoj shumë mamin. Shumë mamin. Po mirë, ke lind Prishtinë, Treva? Po. Sepse thash mos ke lind me një qytet tjetër ku realisht ka më shumë histori akoma më tepër. Po mirë, flasim pak edhe për motrat dhe vëllezërit, sepse tregove që prej atëherë ti që ke bërë skenore, ti ke angazhuar në kuadër të aktrimit. Tash ke vendosur me i marrë edhe ata në aktrim apo jo? Kër e kum pa se vogël, nuk kum pas aktor, e tani ja dini kum angazhu edhe ata. Po tash nuk e dini, se ju pëlqen, le të vazhdojnë edhe ata. Nuk ka problem. A është vështirë Treva me u kyç në aktrim? Apo duhesh me pas edhe pak fat, me njoftë edhe se cili me pas një naser, ofër vetës mënyrë që me qenë edhe u dhe rëfys, kështu? Tash është edhe pak fat du të me pas, po është edhe pak vështirë, se një tonë ku dush me mësu skenaret, mësimet, ndoshta ke edhe kurse, edhe dush me përshtat me krejt me një orar. Edhe për shembull, një orë dush me mësu, një orë dush me majtë skenarin, po tash që jam rrit, skenarin e mësoj gjatë rrugës, ku shkojna prej shtëpis deri në te Gjaka shtëpia. Ka që shpejtë mësën skenarin Po, Treva? edhe ma nuk e përdor hiq. Nuk e përdor hiq. Po të rriturit, aktorët profesionali, harrojnë ata tekstet e tyre? Ka njerë po, ama prapë se prapë adin e këthejmë për fillimit, po nëse për një me jena përkushtum, ose nuk ka diçka që na bojnë me qesh, me njerë e kryna. A nëse ju atëre pak nalme. A është më vështirë me menaxhu ato skenat ku realisht jeni duke xhiru edhe bëj fazë ndërpritën prej të qeshurave, apo është më vështirë me mësu skenarin përveç? As njona, me të rëku drejtë. Se edhe kur qeshim, ka njere din na u qeshët edhe i thojna vish pak një minutë se për na u qeshët edhe pauzojmë. Edhe me mësu skenarin, për mu nuk është vështirë, për tjertë nuk e di. Për tjertë nuk e di, të nuk jam këto për tjertë. Po mirë, tregom pak më tepër tash si është kontakti mes teje dhe Gresa Pallaskës. Edhe apo të mungon që nuk është më pjesë e serialit? Mungon shumë, se kom pasin një nëndë dytë, edhe e kena pak vështirë me bo pa ta, po si do të qoftë e ka rrugën e vetë, e përshëndes shumë, të dua shumë, kime qenë edhe je nona jeme e dytë gjithmonë. Sa emocionuse, sa bukra këto fjallë. Tregom si ka qenë raporti ytë me Gresën, se po tregon që ka qenë nona ime e dytë, ka këshillut, ka ndimu, sa të ka ofru edhe këshilla, sidomos për aktrimin, që ti po e dënë me ka shumë zemër. Po, edhe më ka bu muni shumë e lirë me ta, se më thojke, më bëjke shumë pytje, edhe i kom kalëzu shumë sekrete, edhe shumë zënë tjera ku halo vazhdojnë
bashkëpunim që halo një e lirë me to, dhe nëse e shon rrugës e dikon, halo e përshëndes, edhe e du shumë, dashnia mbet qësh u konë halo. A i këta ku ndonjëherë pas përfundimet, pra pas shkputjes së saj nga seriale, këta ku ndonjëherë edhe jashtë kamerave? Jo, s'm ka ro. Si ka ro ende? Jo. Po mirë, kështë pas dëshirë që le të shërbej kjo interviste për një take me ste dhe Gresës. Kështë pas dëshirë me taku prap edhe me i kalu disa momente me Gresë? Po. Shumë mirë. Po mirë, të pëlqen prurja tjetër, për shembull involvimit e Uta Krasniqi tash në serial? A ka qenë zëvendësimi dur si pas Trevës? Po, dhe ajo është shumë e mirë, është shumë e dashme, po normalisht nuk unë të ma zëvendësu, sepse me to jenë akon 6 vite rresht, edhe nuk ka zëvendësim të Gresës, për mu. Pra ti je me Gresën? Po, gjithmonë. edhe me të Utën, e përshëndes shumë edhe ato, të du edhe ty pa fond, po normalisht pak edhe disa të mësume. Mirë, sekretet i din Gresa, kështë që është arsyshme, apo? Po. Shumë mirë. Po, të regon pak Treva, te që po imësën skenaret letë, si të patëm pritim fillim, gjitha e kaste aktorëve, se me kalimin e viteve janë shtu edhe më shumë role, edhe më shumë, si kur kasti një zgjeru disi, si kur ekip. Të regon pak ma te për si ka qenë atmosferat, patëm pritim mirë qysh nga fillime? Gjithmonë, edhe alo fillojnë. Më respektojnë si një vajzë vete, edhe si ma e vogla e shpis edhe më dojnë tepër. Nuk mu me përshkru dashurin e tyre që e kanë. Po me Naserin? Tash kam vetë shokohet ma i ngusht aty? Po. I tregën edhe ati sekretet e tua, apo jo? A veç me Gresën i ndonë? Me Gresën pak ma shumë. Veç me Gresën i ndonë. Mirë, tregon pak më te për diçka që nuk i pëlqen Naserit. Bëhen nervoz ata kur harron tekstet, nuk shkojnë gjanat si pas planit. Si është jeta pas kamera, po se realisht për para gjirimit? Bëhet pak nervoz për që ka njëre harrojnë skenarin, ose jina të gjiro dhe fillojnë dikush tjetër me full, pjesa tjetër që është, ose ka nga i reklam, ose diçka. Bëhet pak nervoz, po i kalon shpejt. I kalon shpejt. Po. Ti se ke problem as njëherë, kështu edhe punën e orarit, po ke shumë shpesh prova Treva, edhe po janë të përshtatshme edhe me kohën tonë dhe të mësimeve? Ka njerë kemi prova, po nuk i kam çdo javë. Nuk i ke çdo javë? Jo, po është e përshtatshme ora, ma herët nuk ka qenë kur kam qenë ma e vogël, sepse kom pas orarin pej orës 1 deri në ora 5, ata është që kam prej 7-ve, është e përshtatshme. A janë të lodhshme provat, sa zgjasin? Se ne e shohim të paktën si një epizod perfekt, kështu ku vetëm me gjejmë kohën edhe jemi të gatshëm për me qeshë edhe me i harru ato obligimet tona, po nuk e dim se sa punë e madhe ka qenë e ekipit edhe sa i madhe është ekipi për me realizu një epizod të këtil. Në fakt, është pak punë e lodhshme, po zgjasin gjirimet, zgjasin shumë, provat zgjasin së më pështel goja, zgjasin 2 orë maksimume. 2 orë maksimume? Nëse shkën gjithçka si pas planit, e? Po. Shumë mirë. A të kujtot ndë një moment interesant gjatë gjirimit, që ti s'keve harru kur, e që tash të kam bejt në mendje gjithmonë, sa herë kujton, ose të qeshet me të, ose duket i çuditshëm, çfarë dhe emocioni që të ka sjell? Më kujton se ka shumë, tash pret. Nuk më kujton shumë mirë. Dhe një moment i bukur me Gresën? Po, ka ku jem konë, kum pas vetë me ble një kafsh të pjake, edhe më ka thonë, s'ki nevoj se ki plot kafsh në shpre. Qa jo konë që më kujtojtë. A i donë Treva kafshët, kështu në jetën e përditshme? Po, shumë. Se the që unë edhe Hajrushi jemi shumë gjashme. Prandaj edhe këtu të kafshët jeni kaq të njëjta? Po. Shumë mirë. Cilë mban kafsh në shtëpi Treva? Po. Çfarë kafshë keni? Qenë kemi. Qenë keni. E rocat cila është? Kemi pitbull, kemi plot. Se e kemi edhe asit vogël, nuk i di si quhen, që janë të bardhë. Qenë maltez. Po. A janë me cilin je më i lidhur?
Maltez. Me qenë një maltez. Po mirë, kush për kujdeset, sepse Treva pas ka një ditë ngarkuar, ka shkollë, ke prova, Motrat, po. Tash të regëm pak për ditën tënde, po zgjohesh herët, ashtu si që më the, po e fillon javën shumë herët, edhe pasaj obligimet, a? Po. Pjesa shkollë, se menaxhin, se ka ditën Treva? Kur të vi prej shkolle, pushoj pak, tani vazhdoj me mësime, tani nëse kam gjirime ose prova, vazhdoj bëmi gati dhe shkojna drejt për në qako shpi, gjatë rrugës mësoj skenarin, tani kur të mërim atje e përfundoj, kthejmë në shpi, hajmë drekën, edhe apet tani mësoj nëse kam test ose diçka, nëse ju mësoj apet, ose lexoj një libër ose diçka. Tani flenë gjo. Po lexon shumë shpesh libra, kështu jashtë atyre librave të cilat e ke obligim, lëndëve shkollore? Po, lexojmë. Çka po të pëlqen më tepër Treva me lexu? Libra, drama më pëlqejnë shumë, monologet më pëlqejnë shumë, edhe histori. Edhe histori. Histori botrore apo histori shqiptare? Shqiptare më pëlqen shumë. Shqiptare të pëlqen shumë. Po mirë, tregom pak më tepër Treva edhe për këto angazhimet e tua në muzikë, se te kishe fillu pjesën me muzikën, pastaj dole te aktrimi. E ke lënë anash apo po vazhdon të merresh me të? Alo, vazhdoj. Edhe menoj që në të ardhmen ose këngëtore ose aktore. Njënën prej këtëve dyave kam e marrë. Planet e tua pra janë qarta, e din shumë saktë se çka dën. Po mutrat edhe vllau e din se çka duan ata, po ju ndihmon ti në këtë aspekt apo jo? Po, edhe ata më thojnë që edhe ty të shkon ky profesion, ju pëlqen edhe atyve shumë se e din që më pëlqen edhe e du me shpirt. Tash, po shkon për ndonjë instrument, apo thjesht e ke marrë muzikën, ke qenë vetëm në këndim edhe ato dëm në mbajt? Veç në këndim. Veç në këndim. A mundesh më na këndu diçka? Cilën këngë vetëm? Cilën po ke ti qef? Te këndoj një këngë tama. Mirë. Qa ka shpia, kalzon fëmija, është biset në krejt shoqnia. Qa ka shpia, jam dhe unë, mamin, babin, i do sham. Lund, goja, të këndu zemra gjithmonë. Mirë që ka shpia të regon fëmija, është e vërtet Treva? Po. A ka qenë kështu në shpitante? Ka njerë po, amo jo që shumë. Cili ka qenë ai fëmiju që nuk i mbanë sekret, ose qka dhe që diskutohet në shpi? Kush nga jo? Ti ke qenë? Po. Tregona diçka interesant për familjen. Keni shumë kujtime bashkë? Po uftoni bashkë, më tregoj se dhe vikendin ke qenë bashkë me ta? Na e kam një familje shumë të mrekullueshme, ku udhtojmë bashkë, ndojmë momente shumë të bukura bashkë, çdo plan e bojnë prindrit nëse na dojmë, ose diçka, po mirëm shumë. Po. Treva, në këtë pjesë të fundit të momentit, i kemi edhe disa pyetje tjera dhe ti na tregon se është e vërtet apo jo. Okej? Okej. Për shembull, ju fëmijët shpesh jeni më spontan dhe më natyral në aktrim se sa të rriturit? Po. Po? Pse? Hajde tregom pse. Se mendoj që ndoshta jena më të ri dhe që mujna nja dole dhe kur e shohim publikon, mendojmë që mos kena naj sen edhe vazhdojmë. Edhe mendoj që jena më të ri edhe e kena mendën alo më të zhvillume. Edhe i shprehni emocionet aty për aty. Pra nuk e mendoni se si mundet me t'inglua, jeni shumë sinqert, shumë qiltër. Gjithë shokët dhe shoqet e tu të klasës duan të bëhen aktorë si ty tash? Ndodh ka njerë, po ndoshta kanë edhe profesion tjetër, po, zakonisht. Më tregove që shumë shpesh po të thrasin hajrush, po të shohin ty tash si person të famshëm? Si vuaj menaxhen Treva këta? Po. Mirë. Meta po e vërtet në skenë ku duhet të qash është më vështirë se sa një skenë ku duhet të qeshësh? Qysh edhe njëra? është më vështirë ta realizosh një skenë ku ti duhesh me qajt apo një skenë ku realisht duhet të qeshësh? Edhe asgjë tjetër? Me qish. Me qish? Po, edhe me qajt ka njerë, po ma shpesh me qish. Mirë, e lumtur deri më tash me rolin që e ka Hajrushi aty? E ke goxha një protagonizëm kështu në familje? Po.
Mirë. Për para xhirimeve gjithmonë bën prova në shtëpi me prindrit ose vetë? Me prindrit ku mbo, amo tash po vazhdoj edhe vetë pak. Se po kam prindrit pak obligime, po ndodhet ka njerë që vetë. Mirë shumë. E ke ndi pastaj mungesën kur kalove krejt vetë, e vetë me prova, e vetë me skenuar, e vetë me mësu tekstet, dirisa të shkon aty, e ke ndi pak mungesën sidomos të nanës, sepse tregove që në fillim skenuaret ajo ti ka tregu. Po. E ke ndi mungesën? Po. Po, pak po. Amo tash jam mësu edhe... Tash i pavarësu, duk shumë mirë. Mirë, Meta, po e vërtet dëshiron që në një epizod të ardhshëm të bëhesh shefja krejt familjes në serial? Po, shumë du. Çka kishte bëu ndryshe? I kësha ndryshu krejt, mas pari e kësha ndryshu krejt pamjen, tani e kësha ndryshu edhe aktort, jo aktort, po i kësha ndryshu rolet, se aktort mirë, po rolet i kësha ndryshu pak, e kësha bo pak ma qesharak, edhe diçka ma që nuk e kam po kor, qështu diçka. E kështë largu dikën prej serialit? Jo. E kështë shtu dikën serial? E kështë shtu në një rol tjetër? Të ri? Gresin e kësha shtu, asë kënë tjetër. Çfarë roli kish me pas tash Gresa? Apet që shka qenë, po tash të uta me dollë në rolin e të utës tjetër, ajo të uta me dollë në rolin e kësaj tjetërës. Interesant. Besoj në seri vuj dëgjën këtu. Dërgoj edhe një skenar si pas Treva Arizës edhe shohem se ku do dalim në epizodin tjetër. Treva e ka shumë plan për të qenë vazhdimisht pjesë e serialit, apo ka arrit me i pasë disa oferta tjera e që ka planet të reja për aktrimin? Kum pas oferta të reja, po prapë se prapë halo që ndrejti që ka shpia. A të pëlqen kur je besnike kështu në një projekt ka gjatë, se po bojnë 7 vite dhe kush e di sa do të vazhdoj Treva në serial? Po rritesh vetë në serialin. Bile më thojnë, kur ke qema e vogël, adin sa ke arte që ka që ka në vogël, ta shte u bune e madhe, sa na. A të pëlqen nëse tu kish ofru një ndryshim roli edhe ty, sepse tha që disa role i kisha ndryshu pak. Treven e kishe ndryshu, hajrushin këtë rast, apo e kishe lënë ashtu si që është? E kisha lënë që ashtu që shovish pak ma nevrike dhe pak ma lazrone. Faleminderit shumë që ishe sot në moment, Treva. Faleminderit edhe juve. Shumë sukses edhe me ziprishtim ta shohim epizodin tjetër ku ti je aty. Faleminderit shumë. Të dashur televizionistët, do ndajemi vetëm